Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse mbani aloe vera në shtëpi, atëherë nuk do të prekeni kurrë nga këto sëmundje. Aplikimi aloe veras në djegjet e diellit është vetëm një mënyrë për të përfituar nga kjo bime fuqishme. Në fakt, ajo po prek edhe shumë në sipërfaqe. Lloji i bimës është përdorur në mënyrë medicinale që nga fillimi i shekullit të parë dhe gjithashtu, kjo bimë është e njohur në të gjithë botën si tonelt.com. Si të brendshme ashtu dhe ato aktuale, aloe vera ka veti qetësuese dhe shëruese që e bëjnë atë një nga mjetet më të mira natyrore për të gjitha format e acarimeve. Sipas Brightside do të rendisim në këtë video disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i aloe verës. Lufton urthin. Shumë njerëz vuajnë nga GERD, sëmundja e refluksit gastroezofageal, dhe përdorin ilaçe pa recetë për të maskuar simptomat, por aloe vera bën një alternativë të shkëlqyer natyrore dhe mund të burohet në oborrin tuaj të shtëpisë. Edhe pse jo të gjitha llojet e bimës së aloe verës janë të sigurta për konsum, ka lëngje aloe vera të disponueshme dhe mund të ndihmojnë në zbutjen e acarimeve dhe zvogëlimin e inflamacionit që shkakton urthi. Këtë lëng mund ta blini edhe në farmacitë bimore. Ruan ushqimin. Ju bëni çmos për të blerë perime organike për fakti është se ato mund të prishen, dhe në këtë mënyrë mund të përdorni aloe verën. Aplikimi një shtrese toll aloe vera mbi ushqimin tuaj mund ta ruajë atë më të freskët dhe të ndihmojë gjithashtu kundër prishjes. Ndihmon në pastrimin e dhëmbëve. Ndoshta keni dëgjuar tashmë që vaji i arës së kokosit funksionon më mirë për të pastruar dhëmbët, por e njëjta gjë mund të thuhet edhe për aloe verën. Karakteristika natyrore të bimës përfshin vitaminën C, që mund të fuqizojë përmes pllakës dhe të mbrojë kundër bakterieve që shkaktojnë sëmundjen e mishrave të dhëmbëve. Ajo lehtëson gjithashtu edhe infeksionet. Me vetitë e fuqishme antibakteriale, aloe vera bën një vaj të shkëlqyer për të lehtësuar edhe prerjet e infektuara. Për shkak të aftësive të saj qetësuese, ajo gjithashtu punon për të shëruar në mënyrë efektive problemet dhe të zvogëlojë plagët. Ajo hidraton lëkurën. Industria e kujdesit për bukurinë prodhon hidratues që janë të mbushur me kimikate të destinuara për të tharë lëkurën dhe për të inkurajuar blerjen e përsëritur të tyre. Aloe vera është një alternativë e sigurt dhe efektive kur bëhet fjala për balancimin natyror të lagështisë së lëkurës. Si bimë që mund të lulëzojë në klimë të thatë dhe të lagësht, ajo mban ujë dhe tërheq lagështinë në vend që të veprojë gjithashtu edhe në lehtësimin e problemeve tuaja të lëkurës. Është një bimë shumë e mirë në lehtësimin e kapsllëkut. Një xhel i bërë nga ekstrakti i aloe verës u gjeti i dobishëm në një studim për të lehtësuar kapsllëkun. Përdorimi i lëngut të aloe verës ndihmon zorrën e trashë të mbajë ujin dhe të stimulojë lëvizjen e zorrës poshtë. Sipas Healthline, ajo është efektive edhe kundër problemeve si një laksativ shumë i mirë kundër problemeve të kapsllëkut. Ndihmon në rregullimin e niveleve të sheqerit. Një studim tregoi se vetëm 2 lugje dhe aloe vera në ditë mund të ndihmojnë në përmirësimin e niveleve të sheqerit të diabetikët. Me një aromë të ëmbël natyrale, lëngu i aloe verës mund të plotësojë dëshirat e sheqerit pa hedhur nivelin e sheqerit në gjak. Ajo mund të përdoret si një lubrifikant personal. Ndoshta një lubrifikant i tepërt me bazë aloe vera është i sigurt, por pH i ekuilibruar ndihmon në largimin e bakterieve dhe infeksioneve që mund të gjenden në lëkurën tuaj. Aloe vera është shumë e mirë kundër djegjeve. Studime të ndryshme kanë treguar se vajrat ose kremrat aloe verë mund të ndihmojnë në lehtësimin e shpejtë të djegjeve, përfshirë edhe djegjet nga dielli. Disa studime kanë treguar se aloe vera lehtëson entjet dhe përshpejton procesin e shërimit, ndërsa të tjerat ndihmojnë në rigjenerimin e lëkurës. Megjithatë, duhet të konsultoheni paraprakisht me mjekun tuaj nëse keni djegje të rënda, nëse pjesa e djegur jo është infektuar dhe nëse pjesa e djegur merr shumë kohë për të shëruar. Aloe vera gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër psoriazës. Kremat e ekspertëve të aloe verës ndihmojnë njerëzit që kanë një lëkurë të thatë, kruajtja e acarimeve dhe dhimbja si pasojë e psoriazës.
Gjeli i saj nuk duhet të ketë të njëjtin efekt, prandaj konsultohuni me mjekun përpara se ta përdorni. Aloe vera është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër problemit të puçrave të fytyrës. Ullundimet sugjerojnë se gjeli aloe vera mund të ndihmojë në pastrimin e akneve nëse e përdorni atë 2 herë në ditë së bashku me trajtimet të rekomanduara nga mjeku. Në një studim të veçantë, mjekët aplikuan krem standard 2 ditor për lehtësimin e plagëve, ku pa përmirësim i dukshëm sidomos në pjesën e puçrave nga aplikimi i gjelit aloe vera. Aloe vera është një zgjidhje shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj, por ka disa raste kur duhet ta shmangni. Është e këshillueshme të mos e teproni me përdorimin e saj në mënyrë që benefitet të jenë edhe më të larta. A i dini se aloe vera ndihmon në pastrimin e akneve, ose se përdorimi i lëngut të aloe verës mund të jetë i dobishëm në uljen e sheqerit të diabetikët. Gjithashtu shërben për të parandaluar problemet të caktuara, duke qenë se ka aktivitet shumë të mirë antioksidues. Kur mendojmë për aloe verën, gjëja e parë që na vjen në mendje është përdorimi për të zbutur dhe lehtësuar edhe problemet e diellit. Megjithatë, kjo bimë ka qenë pasur me lëndë ushqyese, përdoret kudo në botë, në raste nga më të ndryshme dhe shpesh mund të bëjë mrekulli në shëndetin tuaj. Kjo është shumë e vërtet, duke qenë se bima përmban mbi 75 lloje të lëndëve të dobishme, vitamina, minerale, enzima, sheqer, përbërës fenolik dhe aminoacide. Në këtë video, sipas Health.com, do të listojmë disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i aloe verës. Bima parandalon problematika të ndryshme. Bima aloe verës përmban çuditërisht nivele të larta të antioksidantëve. Këto të fundit luftojnë radikalet e lira në trupin tonë, duke i neutralizuar dhe duke parandaluar të rëndojnë probleme si për shembull ato të radikaleve të lira. Mosha e bimës aloe verës ka po ashtu rëndësi në luftimin që kjo bimë bën ndaj radikaleve të lira. Sa më e vjetër të jetë bima, aq më e dobishme është ajo. Aloe vera ndihmon gjithashtu me sistemin tretës. Aloe vera përmban 8 lloje të ndryshme të enzimave që bëjnë mrekulli me tretjen, veçanërisht të enzimave që ndodhin te aloe vera që ndihmojnë në coptëzimin e sheqerit dhe yndyrnave të cilat shkaktojnë problemet me tretjen. Ajo përmban aminoacide thelbësore. A i dini se aloe vera përmban 19 nga 20 aminoacide natyrale që trupi kërkon. Trupi ynë prodhon vetëm 12 nga këto aminoacide të domosdoshme, dhe të tjera mund t'i merrni përmes konsumit të pijeve dhe ushqimit me aloe vera. Aloe vera është një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin e lëkurës. Të gjithë kemi dëgjuar për mrekullinë që bën uji mineral në make-up, por ju mund të mos e dini se aloe vera përmban 10 prej mineraleve më të fuqishme të lëkurës. Minerali kyç si kalciumi, kromi, bakri, hekuri, magnezi, mangani, fosfori, natriumi dhe zinku gjenden te bima aloe verës. Këto minerale janë shumë të rëndësishme në shëndetin tuaj të lëkurës dhe mungesa e theksuar e tyre do të rrisë edhe komplikacionet e shëndetit të saj. Ekspertët e cilësojnë aloe verën si një nga zgjidhjet më të mira në shëndetin e bukurisë. Duke ditur rëndësinë e veçantë ushqyese, ajo me vërtet do të kthehet në aleatin tuaj më të mirë. Për shkak të përmbajtjes së mineraleve, prej të cilave është edhe zinku, i cili ka rol kryesor në produktet e bukurisë, aloe vera mund t'ju ndihmojë në zhdukjen e akneve. Zinku redukton yndyrën natyrore që prodhohet në lëkurë. Disa studime këshillojnë që aknet krijohen si pasojë e mungesës së zinkut. Gjithashtu, aloe vera rregullon lëkurën gjatë dëmtimit të qelizave. I ftofti shpesh shkakton probleme të shkatrimit të qelizave duke sjellë dëmtime dhe hapjen e plagëve në pjesën më të ekspozuar të trupit. Faza e këtij dëmtimi janë 4. Fillimisht lëkura skuqet, pastaj krijohet në formacion të lëngshëm, dëmtohet përfundimisht shtresa e sipërme e lëkurës dhe mund të rezultojë në humbje ose edhe në gangrena. Aloe vera mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në shëndetin tuaj të lëkurës dhe të sjellë kështu rezultate të kënaqshme. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.